koreografin, si vendose që kësaj herë t'jesh dhe ti prezente edhe si është të krijosh koreografi kësaj radhe për vete? Të them të drejtën, kur filloi kjo ideja e kërcimit, unë kisha shumë një mungesë të asaj që edhe unë të isha pjesë e skenës edhe kërcimit, duke qenë se është shumë ndryshe kur ti e iniciatore për të kriju koreografin edhe kur e ke të gatshme. Ndonjëherë më mungon shumë kjo pjesë që të sfidohem nga një koreografi e gatshme që dikush më orienton për ta paraqitur, po nga ana tjetër ishte edhe shumë e lehtë që të krijosh, domethënë atë idenë që ti ke në mendje, ta kthesh në realitet edhe të jesh ti vetë ajo që po e kërcen. Ideja ka nisur nga bisedime shumë të hershme me mikun tim, që gjithmonë kemi menduar se të dy jemi pjesë të artit, që i pëlqejmë kulturën, ai në kërcim edhe të vallës, kurse unë këndej nga baleti. Edhe duke qenë se këtë vit vendosa për të qenë pjesë edhe une në koncert, në bisedimet tona, menduam që pse jo ta provojmë që ta krijojmë këtë kombinimin e të dyjave, edhe doli shumë bukur.